Shqiptarët po përmbushin rregullisht shlyerjen e kësteve të kredive. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se niveli i kredive me probleme ra në 3.8% në fund të vitit 2025 nga 4.17% një vit më parë. Për herë të parë që nga viti 2008, pesha e kredive me probleme zbriti në nivelin e prej 4%-ve. Rënja e kredive me probleme gjatë muajit dhjetor lidhet edhe me pastrimin e portofoleve të bankave nga kredite humbura, të nxjerra jashtë bilanceve përpara mbylljes së bilancit financiar vjetor. Njëkohësisht, portofoli i kredis u rrit me mbi 18 miliard lekë vetëm në muajin e fundit të vitit. Megjithatë, sa i përket vlerës, kredit me probleme shënuan një rritje të lehtë. Në fund të vitit 2025, ai vlerësoi në rreth 35.9 miliard lekë, nga 34.8 miliard lekë në fund të vitit 2024, duke treguar se një pjesë e klientëve vijojnë të përballen me vështirësi në përmbushjen e detyrimeve financiare. Në total, portofoli i kredis për ekonominë arriti në 943.5 miliard lekë në fund të vitit 2025, duke shënuar një rritje vjetore prej 12.9%. Ritmi i rritjes u përshpejtua krahasuar me vitin 2024, kur zgjerimi i kreditimit ishte 12.3%. Rritja e fortë e kreditimit, kryesisht në segmentin e individëve, tregon se shqiptarët nuk po shmangin kredit, pavarësisht masave të Bankës së Shqipërisë për ngadalësimin e ritmeve të financimit, kryesisht në sektorin e pasurive të paluajtshme.